أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto mejlise, në këto mësime nga ky libër i njërit prej dietarëve të umetit islam me titull Kopshti i të devotshmive, Riyadus Salihin, i cili libër në vete ka vetëm ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato që janë boshti dhe bërthama e fesë islame. I ka rënditur në atë formë që t'i bëjnë dobi secilit njeri. Qoftë njeri i rëndomt apo njeri me pushtet. Qoftë njeri i thjesht apo i ditur, qoftë i ri apo i vjetër, qoftë mashkull apo femër. Dhe kushdo që ka lexu këtë libër, e ka mësu këtë libër, e ka sharu këtë libër, ka përfitu. Ka përfitu dituri, ka përfitu iman, ka përfitu vullnet, ka përfitu shpërblim, ka përfitu bereqet, ka përfitu ngritje në dunja dhe ngritje në ahiret. Andaj, lumë për ata që ja din vlerën, lumë për ata që e respektojnë, lumë për ata që mundohen të jenë pjesë e këtyre mejliseve të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të vetmin qëllim dhe të vetmin dëshirë me fitu kënaqësinë e Allahut dhul xhelal. E pastaj me i përfitu edhe këto mirësi që Allahu ja jep atij që niset në rrugën e dijes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes tjerave ku ka fol problemin e dijes ka tregu se rruga që ecë ti me shku me mësu diçka prej shtëpisë tone deri te vendi ku ti e mëson një send, janë hapa drejt xhennetit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Kush ecë një udhë me qëllim të mëson fen, Allahu i madhëshëm atij me këto hapa që i bën, i ja lehtëson rrugën për në xhennet. Andaj çdo të bimi dijes që është afër teje, që t'jepet mundësia ti me qenë aty, është rrugë për në xhennet. Ti ndesh shfryzoje, ndesh injoroje, ndesh shfryzoje, ndesh shpërfille. Ti vetës ja bën. E sa djemë të ri, e sa besimtar, rrehin gjoks, si janë musliman të mirë, janë të fort, e ditshëm, i thënë dhamë gjithë natën të debatu, e kallëzojnë fuqi, e kallëzojnë iman, e kallëzojnë trimni, kur vere puna me shku me mësu fenë Allahu dhul xhelal, ata si ki kërkon. Kur vjen puna me dalë saban xhami, ata si ki kërkon. O kina me vendos me qenë sinqert me Allahun dhul xhelal, edhe me ndryshu jetën tonë sinqerisht për Allahun dhul xhelal, Allahut e muhabetit i merr era. Shkojnë kot, shkum, s'kan vlerë. Vetëm veprat tona kanë vlerë. E këto janë mundësi që na me artu mu la edhe mu shpërla zemrat tona, shpirtin tonë. Dhe me e ripërtri imanin tonë. Dhe me e ripërtri diturin tonë.
Kretë kjo, që sa të jemi në këtë dynja, sa na ka dhënë Allahu imën këtë botë, bëjmë në vepër të mirë. E ta fitojmë një sevap. Sepse ka marrë dita ku edhe unë edhe ti kena me thonë, ja lejteni qaddamtu li hayati. Si kur të kisha kontribu edhe ma shumë për këtë jetën time tani që e kam. Këtë jetën e vërtetë. E dini sa sevape gjatë ditës na iki neve? Pse se kujtojmë këtë moment, që ku ta shofsh para në xhenet, ku ta shofsh sa ki fitu, e sa ki mujt me fitu, shumë pishman ki mu po. Neve në ndodh në biznes, në dynjo, e fiton diçka, kur e kupton se ki mujt diçka me fitu ma shumë, se dita, ta kësha bo edhe atë punë kësha fitu edhe ma shumë. Dynjo, që ki me lonë, e nesër kur doni para Allahu dhu gjelar, ketë këto mundësi që i kena pas, e i kena shpërfil, e i kena pas, e si kena përdor, do bohemi pishman. E kena me thonë, ja lejteni qaddamtu li hayat. Si ku të kisha kontribu edhe ma shumë për këtë jetën time të vërtet. Keni pa qomin në 5, qomin 4 për dynja. S'ka nevoj me në thirë dikush. Udhtojmë dikun qomin 3, s'ka nevoj me në thirë dikush. Për sa pa, e thiri une, e thiri ti, e thiraj, s'qohet. Pse? S'mundët rrejnë. S'don. Pse në aeroport s'ka nevoj me qu, pse në pun s'ka nevoj me qu, e gjami u deshka ketë bota me thirë dhe a i s'pëqohet. S'pëjdel gjumi. Se ka fitu betejen brenda zemrës së ti, se halas është rob i sinqert i Allah. Hala për te Allahu, dhe ajo që ka ofër në Allahu nuk është ma e madhe se sa dynjoja dhe dëshirat e kësaj bote. S'ka filozofi tjetër në këtë punë. O vllazni, as po mushemi me mend, për ditë po përcellim dikan në ahiret. I ri, i shnosh, të punu, të fitu, po shkon. Po shkon. E keni po veç pushtetarë, vallaj, se më shpitin herët. Ata që janë të drejt, që të fitojnë se vape. Ata që janë zullumqarë, që të mushen deri në fyt me zullum me gjunahe. E kur dalin para Allahu dhu gjelar, ta keni fështirë për zullumin që me njerëzve. Ama të tjera të vdesin të ri shëndetshëm. Ti që ki bo 60 vetë, çka pret? Shtoj ibadetin, shtoj punë të mira, shtoj sadakan, shtoj duan, shtoj tubën dhe istikfarin, shtoj lezimin e Kuranit, shtoj punë të mira. Ato janë që kemi marrë me vetë. Të vorët edhe mu edhe ti vetë kanë më nalon. Ama unë edhe ti, sot kena mundësi me bo veprat mira, të cilat kanë me met me neve, atit kur këtë kanë më nalon. Andaj o vllazi, kjo fej kërkon seriositet, kërkon burni, kërkon vërtetësi, sidq, nuk është hajgare. Do vllazni tonë ma serios janë në futbol se sa në ders. Ma aktivitete sportive, bjeshkatari se sa nil. Ma shumë e ushqenjë trupin se sa shpirtin. Ma shumë e ka ngajle trupit se sa barkut se sa mendjes edhe shpirtit. Këshirim çka veshim, këshirim çka ham, këshirim ku shëtisim, e shpirti, e mendja, s'ka nevojë as me ushqy, as me furnizu, as me ngop. Vi me ble një liber, shumë shtëjnë ba kanë në libri, vjen me ble një partesha 300 euro i kanë ble, në më qallom qëtë.
Një parpatika, valla 400 euro I kom blej. Qalëm qëtë. A libri shtrejnë, valla kana. Biri pak menës shka I të folë. E kupton këtë mëri. Qa ka vlerë për ty? Këtë qka është kalimtare? Këtë qka është materiale? Ajo e vërteta, ajo që është dije, e që është iman, të ti ka rënë rënd dytë, apo në rënd tretë, apo ka hup I rënit kretë. Allahu në rujtë. Andaj më lidhemi në këto mejlise që me hyj edhe na në rënin e burrave të devotshëm. Të I mësu këto mësime, të I nda këto këshilla, të I përmisu veten, edhe na t'jemi një kopsht I burrave të devotshëm. Edhe na t'jemi prej atyre burrave që janë nis në udhën e cila I çon te Allahu. Që ecim dhe haprojmë pa ndalë në këtë rrugë e cila fundin e ka te Allahu. E kërkon sabër, e kërkon qëndres, e kërkon vazhdimsi, e kërkon mos mu dorëzu, e normalisht para gjithave e kërkon sinceritet. Jo për hatët filonit e të filonit, jo pse ai vjen e ky vjen, jo, thjesht për hatër Rabbul Aleminit. Për hatër se kështu e ushqej mendjen teme me dituri, e shpirtin teme me ibadet e me iman, edhe shpresoj pas këtij mundit, pas këtij angazhimit, që Allahu më kaplu me rahmetin e Tij. Se askush me neve me mundin e Tij, sado që t'jetë I madh, nuk ka mundësi me shpëtu, nëse aty nuk është e pranishme mëshira e Allahu subhanahu wa ta'ala. E Allahu na I falë mangësitë e tona, na I falë gabimet e tona, na I mëshiroft dobësinë tonë, e inshallah ta'ala Allahu na I pranon pendimin tonë, edhe jemi besnik ndaj Allahu dhul sa jemi gjallë, e pastaj Allahu dhul na dhuron xhenetin si shpërblim prej Tij. Edhe sot jemi në hadithin 662 me radhë, në këtë hadithi 4 në këtë kapitull, edhe I fundit, ku Imam Nevevi rahimahullahu ta'ala thot, وعن إياض ابن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم. Thot Iyadh ibn Himar radiallahu anhu kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thonë, banorët e xhenetit janë 3 lloje. I pari pushtetari I drejt dhe I suksesshëm. I dyti njeriu I mëshirshëm, I butë me zemër të butë ndaj çdo familjari dhe muslimani, dhe I treti njeriu I ndershëm, nuk fiton pasuri me haram, edhe I ndershëm nuk e zgjat dorën ndaj tjetrit, edhe pse ka familje, grua dhe fëmijë. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Filluam në mësimin e kalum në sqarimin e këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe folëm për pjesën e ndëgjimit të haditheve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe folëm se si na sot kemi nevojë me e ndje atë situatë, atë pozitë, me qenë I pranishëm më një mejlis ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flet. Na jetojmë vitin 1447 nga hijreti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që realisht je 1440 vjet larg pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk mundesh ti me qenë afër atij. Ama me shku më një mejlis ku lexohen hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ato sqarohen, ki nevojë ti me mendu veten e mi kalu këtë ato vite e me shku me shtektu në Medinë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e me para mendu veten sikurse këtë hadith që kanë dëgjuar, do thot ky sahabi
i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Iyad ibn Himari se ti je duke ndëgju. Edhe me u knaq, ashtu si është knaq ai kur e ka ndëgju nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe me kuptu seriozisht, ashtu si që e ka kuptu ai sahabi dhe ata musliman në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdojmë me sqarime tjera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e filloi me ahlul jannati thalath, banorët e xhennetit. E solli para neve një fjali e cila që na e përdorim sot gjuhën tonë, u familjarizova me këtë ndodhi, u familjarizova me këtë xhamat, me këtë grup njerëzve. Domethënë, me ndi veten afër si familja me familjen e vet. Si familjari me familjen e vet. E këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot banorët e xhennetit. Domethënë, ta bën xhenetin një ambient të këndshëm, të mirë. Ahlul jannati. Banor i qkafit i xhenetit. Domethënë kur thot ti banor i xhenetit, me automatizëm e zgjon vëmendjen të këti. E shton kurreshtjen të ti. E ngasmon kërshërinë tone. Të provokon me ndëgju ma me vëmendje. Çka? Kush? Ku? Banori i xhenetit kush është? Kush pas ka me hynë në xhenet edhe mu bo familja aty në xhenet? Allahu gjithve në bof banorët e xhenetit. Ama përveç lutjes duhet edhe punën. Vetëm lutja pa punë, veç ka dënë Allahu me mshiru, për ndryshe është vështirë. Po e bën punën, e pastaj e bën edhe lutjen, e pastaj e pret mshirën në Allahu dhul xhelal. Kështu neve në mëson Kurani dhe në mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Metod pejgamberike motivuese, nxitëse, provokuese, që na me marrë vesh kush që kanë këta banorët e xhenetit. Kush pas kanë me hynë xhennet. Ahlul jannati thalath. Banorët e xhenetit janë 3 lloje të njerëzve. Pastaj e përmendi se ky xhenet njerëzit do jenë aq mirë, aq rahat, sa që do njihen krejt si një familje e madhe. Ku secili e respekton secilin. Ku secili e don secilin. Ku secili e vlerëson secilin. Nuk është sikur se në dunjë. Dikan e don, dikan e urren. Dikan e nderon, dikan se nderon. Dikan e vlerëson, dikan se vlerëson. Për dikan fol mirë, për dikan fol keq. Kështu është dunjaja. Dikush don, dikush sham. Asnjëherë askush për keq s'kan fol mirë. Për asnjë. Se njerëzit janë secili me botë, ama në xhenet ja. Se atje s'ka zili, s'ka urrëtie, s'ka paragjykim, s'ka keq kuptim. Kush ka hyrë në xhenet pi këtë llomeve të dunjas është pastru. S'ka mundësi me në xhenet e mrena zemrës tonë me do një pjesë e llomit të gjunaheve apo gabimeve. Pastrim pas pastrimi në dunja, pastrim pas pastrimi në ahiret, derisa kur të vish te dera e xhenetit, t'jesh i pastër kimikisht. Që na themi sot për shembull pastrim kimik. Do të pastrim ekstrem. Pastrim total. Andaj thot Allahu tibtum fadkhuluha khalidin. Tani mo tërësisht jeni të bardh, jeni të mirë, e hyni në xhenet këni me ty për gjithmonë. Pa u pastru krejt, s'ka. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se kur njerëzit do kalojnë urën e siratit, pasi e kalojnë urën e siratit, do qëndrojnë në një vend që quhet Kantara. Veç do qëndrojnë ashtu. E çka do ndodh? Do ndodh që ky pastrimi kimik. Këtë ato gjunat e mshefta, ato veset
që kanë hina për bira, jam shef si kemi pana, do të ndodhë pastrimi i zemrave tona për këtë atyre mangësive, që të bëhet e bardhë, 100%. Në kuptimin e asaj që Allahu tha në Kur'an, wa naza'na ma fi qulubihim min ghill. Do të largojmë edhe ato mërit, inatet më të vogla që i kanë njerëzit në zemrat e veta, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, e do i bëjmë vëllezër të sinqertë e të vërtet që do rinë ballë për ballë në koltuqet e xhenetit. Andaj pa u pastru zemrat tona të rësisht, nuk kanë mundësi me hinë xhenet ata. Që jeta e xhenetit është jeta e njerëzve të pastër, e njerëzve zemër bardhë, e njerëzve zemër mirë, e mendje mirë, ku si shkon mendja me menu keq, as me para gjuku, as me keq kuptu, as me pas urrëtie, as me pas mlef, as me përgoju, as gjë. I pastër. Thjesht veç me dasht njeriun për hir të Allahut subhanahu wa taala. Allahu na bof të këtij inshallah taala. Xheneti kur përmenet çdo besimtarit i shtohet vullneti dhe entuziazmi dhe dëshira me qenë banor i xhenetit. Ama vëllazni, edhe unë edhe ti. Nuk është kjo punë veç me dëshirë. Nuk është kjo punë veç me lakmi. Por kërkon punë, mund, angazhim, lodhje, veprim. Krejt që ka fitojmë këtë botë, nuk fitohet veç me dëshirë, me lakmi. Po kërkon punë, mund, angazhim. Krejt që ka fitojmë, kush do në dijen, duhet mu lodhë. Kush do në pasurin, duhet mu lodhë. Kush do në pushtetin, duhet mu lodhë. Kush do në famën, duhet mu lodhë. Kush do qefin, duhet mu... Ska gjanë. Në këtë botë që ti do në me mëri, pa u lodhë. Ska. E si ka mundësi unë edhe ti me dash xhenetin, e kur gjo mos me bo për te? Na, ja se kena kuptu se si fitohet xheneti, ja i na të rrejnët, vetë vetën fillimisht pas e tjerë se na e dojna xhenetin. Andaj poeti pa thonë, tërgjun në gjate, e shpeson shpëtimin, wala tesluk mesalikeha, e nuk ec udhës që çon drejt shpëtimit. Inne sufuna la tajri ala yabsi. Ania në thot nuk ec. Se do të me lundru ania, dush me qitë në ujë. Se do t'i marrit shpëtimin, t'i dush me qitë udhën edhe me dhonë mundit. S'mundet, e tash na e dojna xhenetin. E dojnë xhenetin edhe flejnë shtrat. E dojnë xhenetin edhe dhimët parja me dhonë, me shti dorën në xhep. E dojnë xhenetin, priton një fjalë të mirë me thonë. E dojnë xhenetin, menon keq për vllaun tan. E dojnë xhenetin, nuk e bën një punë të mirë. Priton me u lodhë. Priton me u përly. Po qysh ka mundësi ti me fitu xhenetin, kur gjo mos e bën. Ama nuk duhet na me prit veç dikush me bot mirë ndaj ne që na me akthy. Po na duhet vetë vazhdimisht me i bo mirë krejtve. Me vlerësu se cilin, me respektu se cilin, me nderu se cilin. E pastaj ndera me nderë, me na u kthy e ma shumë. Andaj, kur flasim na për xhenetin, po, gjithve na shton vullnetin, entuziazmin, dashnin për xhenet, ama njëkohësisht neve duhet me na bo me dije, me kuptu se ky xhenet nuk fitohet pa mund. Nuk fitohet pa angazhim. Nuk fitohet pa sakrificë. Pa vetmohim, pa flijim, s'ka mundësi, o vëllazë. Sot për ne po flastun shkup. Ajo që kërkon me sakrifiku është pak, është shumë e vogël, është shumë e lehtë. Nuk ka njeri, nuk ka xhamat që s'mundet me bajt. Ummeti Islam sot ka vende që sakrifica e tyre është shumë e randë, shumë e madhe. E ata e bajnë,
edhe kanë dëshmu se e bajnë. Një familje 100 antar mi dhonë fi sebilillah, jo 1 e 2, 100 e 200, si që ndodhim në Gaza, është sakrifis maramense, shumë e madhe. E kanë dhonë edhe nuk e vajtojnë, nuk e qesin reklam, për Allahun dhu gjelal është pak, sa do që jep. E prej neve kërkohet shumë ma pak se kjo. Në rahat lëkin ton me prish, me sakrifiku, aq kërkohet. Shumë vllaznit ton, as rahat lëkin s'kan qef me prish. Prej neve kërkohet, veç mi përkra pun të mira, me lafe shpesh herë, edhe aq pritojmë na me bo. E mështim me kom pjesë e punëve të mira, e mështim me thonë, t'japim pare për punë të mira. Aty mos na prek. Se ka mos na imanin tonë e kallëzojmë jam atë paret, aty mos në prek. Se aty mbledh për qefet e mia. Mendoj për fëmijët e mi, për të ardhmen e tyre. Thute që ti edhe familja jote keni garanci, keni me jetu 100 vjet. E nipat, e stërnipat e tu kanë garanci që kanë me jetu gjatë. Apo thute që ti je ai që garanton furnizimin e tyre, edhe të vetës tonë. Haron se furnizimi është pe Allahu të madhërishëm. Sa fëmijë jetimash kanë mbet pa buk e pa ujë kur kanë qenë të vegjël, pe Allahu ka shtu rrezikun e furnizimin e i ka bo milionera. S'kishte babë me vete. Edhe nona s'kishte fuqim u kujdes për to. Allahu u kujdes për to dhe i qitin selamet. Nuk kemi na ata që prej neve në varet jetë e fëmijëve tonë, jetë e familjeve tonë. Mos lejoni mu mashtru me këto vezveset shejtanit. E ble një shpije, një dyqan, një kerë. Ku kemi qu ata? Ku kemi qu? Me konë që i jep fi sebilillah, ka logjik, se sa ma shumë fiton edhe jep, ato i merë me veti atje. Ama merë, mledh, edhe në fund, vdes edhe i len, këtu, si merë me veti atje. Pse e të mundu? Qëka e të bo? I përsëriti këto tema, për me ja bot qartave të vetës edhe ty, se nuk ja vlen mu mashtru me këtë dunja. Se kjo dunja ka vlerë vetëm atër kër e japim, jo kër e grumbullojmë. Po ta them sot sa je gjallë, se nese kër vite vori me folë, së ban të vima kur gjallë. Po ta them sot që je gjallë, që nese kër shkojmë në ahiret e takohemi, atër unë të them, a e kuptove tash ata që ta thash se është e vërtet, e të më thësh ty, Allahu që përbleft, se aje që ma the ti, u bo se bep që unë diçka për asaj që më dha Allahu me dhonë. Shife, për asaj që më dha Allahu me dhonë, se fitove ti, menquria jote, puna jote, për ta dha Allahu. Thotë Allahu, wa mimma razaqnahum yunfikun, dhe për asaj që na i furnizojmë ata japim. Nun edhe atë që japim na është Allahut. Ai na i ka dhonë, ai na ka furnizu. E ti edhe atë që ta e pa Allahu s'po don me dhonë. Je ka për te. Edhe po mendon se të e majt ti kemi marrë me veti se merë. Ketë pasurin me pas në gjokësin tanë, kur vdes, kur shtjen dhe se shtin atë me ty. Po të lonë pa te. Ama që ke dhonë ti vetë, ajo të pret atje. Andaj, gjeneti kërkon punë. Do të mi përvjerë kratë. Më uqunë sabah. E prej sabah me anisë, çdo hap që t'je bon, me shoqëru me një vepër të mirë. Edhe punët e dunjas që i bon, edhe punët e qefeve që i bon, kujdesesh që vazhdimisht mi shoqëru me veprime, me fjalë, të cilat të regjistrohen si vepra të mira në regjistrin e veprave të mira, edhe me to të gëzohesh ditën kur do të del regjistri dhe libri para teje, e të shofsh se e ke mbush mirë, e ke mbush plot. Atëherë
ta mash atë regjistër o janë kalibu ila ahrihi mesrura, e të shkosh të familja jo të thësh që notët e mija, që të ftesa jeme, plot, e mbushur me punë të mira, me cilët është i kënaqur Allahu, dhe i shpërblen pa kufi madhnia e tij subhanahu wa ta'ala. Allahu na bëjë gjithëve banor të xhenetit, walhamdulillahi rabbil alamin.